Mirëmëngjes, Emra Selmioni. Mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur. Faleminderit. Emra çushje? Mirë, faleminderit. Ti si je? Ai mirë? Ti qosh herën? Po. Se zakonisht kur I thirrën njerëz thon falem që të çova herën. Kështu që ty është hera dytë që je këtu në studio me mua. Po, hera dytë. Çu po ndihesh? Shumë mirë, unë këtu në shtetam jam. Po pra. Kjo është shtëpia jam e dytë, nëse më thon. Ambienti I bukur, na kanë lulet, na ka dal bori, U shkri bora. u shkri bora. Urime këtë ditë të shënuar sot, Faleminderit shumë. 8 prilli, përndryshe që nga viti 1919, apo është zyrtarizu në Poloni me sa marrë vesh. Po. Do të thonë, fillimisht dua me të falendëruar shumë, po tash spedia jetë ti mosafiri jam, ja unë mosafiri yt. A të bona unë joti, vëlla? Qështush? Hajde, Faleminderit shumë Edi që çdo herë jo vetëm në këtë datë shënune, në fakt ne në këtë datë shënune bëjmë një rekapitulim të gjithë punës të cilën e bëjmë bashkërisht për ndër vite. Mirë po, me që është një datë e veçune, duam ju falendëruar sinqerisht për hapësirën që na keni dediku për ftesën, mirë po edhe për bashkëpunimin shumë të mirë që e kemi ndër vite në komunën e Gjakovës, siç e potencuat edhe ju, edhe në hyrje, edhe në paralajmërim të bashkëbisedimit. Në fakt, fillet e para të nisjes së datës së 8 prillit për njohje kanë qenë për vitit 1971 gjatë kongresit të parë të komunitetit Tram, I cili është mbajtur në Chesterfield të Londrës. Mirë po, pastaj njohja e shteteve të cilët e kanë nënshkruar deklaratën për zyrtarizimin e datës 8 prill 1971 ka filluar të ratifikohet në vende të ndryshme të botës nga viti 1990, ku Polonia ka qenë vendi I parë që e ka njoftë 8 prillin si ditë botërore të komunitetit Tram, pastaj kanë filluar edhe shtetet tjera. Do shta në kontekstin tonë të Kosovës, vlen përmendet që 8 prilli është I njoftën edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës si datë memoriale e komunitetit Tram. Prej kur emra? Është I njoftën tash saktësisht me vite nuk e di, mirë po menjëherë pas legjislaturës parë pas luftës e di që është njoftë prej listës së festave zyrtare të Kosovës, mirë po do shta në dallim prej festave tjera që pushojmë në ditët e festave zyrtare, në festën e 8 prillit nuk pushojmë, punojmë. Mirë po është veçanti për arsye se institucionet e përkujtojnë edhe përkrahin edhe bashkëndjejnë me komunitetin rom në këtë ditë, ku janë ato pritje ceremoniale të cilat bëhen në nivelin qendror, mirë po edhe secila komune ka veçantinë vet në shënimin e kësaj date. Çka shënon Gjakovën këtë ditë? Në fakt Gjakova është veçanti prej komunave të tjera të Kosovës për arsye se nëpërmjet ditës botërore të romëve ne nuk e shënojmë vetëm 8 prillin, mirë po ne tashmë për 11 vite të fundit kemi javën rome që shënojmë ditën botërore të romëve, ku nëpërmjet javës Që fillon sot? Jo, ka filluar në fakt prej datës 5, prej datës 5 prill ka filluar. Me aktivitetet të ndryshme që realizohen deri me datën 10 të këtij muaji, mirë po veçanti e këtij viti është se nuk do të shtrihet vetëm në komunën e Gjakovës, mirë po do të ketë aktivitete edhe në komunën e Istogut, të cilat do të realizohen në kuadër të kësaj jave, e që po e shohim që sukseset arritur në komunën e Gjakovës dal po kalojnë edhe te komunat të tjera të Kosovës, duke e marrë shembull komunën tonë. Domethënë jemi shembull për momentin. Po, për momentin jemi shembull. Cilat janë këto aktivitete emra që po, në fakt që zhvilloni gjatë kësaj jave? Po, në fakt këtë vit aktivitetet tona kanë filluar me studentët, me një ligjëratë të cilën e kemi mbajtur në kuadër të Universitetit Publik të Komunës së Gjakovës Femi Agani, ku në bashkëpunim me rektorin dhe me fakultetin e mirëqenies sociale apo shkencave sociale kemi realizuar një ligjërat për studentët për të njoftuar në lidhje me historinë, kulturën dhe traditën e këtij komuniteti, në mënyrë që fatkeqësisht literaturat shkollore apo tekstet shkollore jo vetëm në universitet, mirë po edhe në shkolla fillore të mesme të ulta dhe mesme të larta, fatkeqësisht nuk përbajnë brenda saj vlerat të historisë, kulturës së këtij komuniteti, dhe ne po mundohemi që ta ndihmojmë institucionet të qendrore dhe lokale për ta plotësuar këtë boshllëkun e mungesës së informacionit, e cila fatkeqësisht në shumicën e rasteve vije vetëm sa theksohet më shumë para gjykimit ndaj këtij komuniteti si shkak I mospasjes së informacioneve. Edhe ne për me luftu këtë dukuni, jemi duke bashkëpunuar që disa vite me institucionet komunale, konkretisht në komunën e Gjakovës me drejtorinë komunale të arsimit, duke shkuar në shkolla fillore të mesme të ulta, mesme të larta, duke ofruar ligjërat
ligjërata të A ka pas ndryshme. ndikim të deri tanishëm? Ka pas shumë ndikim, jemi tu e vrejt për arsye se çdo vit në çfarë forme bëjmë një lloj rikapitulimi apo një lloj analize se çka kemi bërë, ku kemi qenë, ku jemi dhe ku planifikojmë të shkojmë. Edhe kemi po që me të vërtet është prit shumë mirë si nga nxënësat, si nga studentat, si nga stafi, me mësimdhënës dhe jemi falendëruar shumë për arsye se edhe ata fatkeqësisht ndoshta nuk kanë burime të sigurta për të ofruar informacione për nxënësit apo studentët, apo këtë terminologjinë e gjithë përfshirës nga një herë edhe nuk e kanë promovuar dhe aq mirë, ka pas zbehje. Mirë po e shohim që ka shumë përmirësime të mira në komunën e Gjakovës, duke falendëruar këtë bashkëpunimin shumë të mirë ndërsektorial të cilën e kemi mes shoqërisë civile, institucioneve vendimmarrëse dhe institucioneve edukative arsimore. Emra, do më thonë, nëse mujmë i bëni krahasim 2025 me të kalunën hiç më larg se 2005, për këto 20 vite të fundit. Fal punës, për kushtimit, angazhimit, çysh është gjendja me diskriminimin? Po Edi, fatmirësisht ose fatkeqësisht duhemi me e thonë që ky fenomen është prezent në shoqërinë tonë. Është akoma prezent? Është prezent ende, edhe sot, mirë po fatmirësia e kësaj dukunie është që tashmë pranohet për institucioneve që është prezente. Për arsye se deri vonë kur kemi biseduar për këto shkeljet e të drejtave të njerëzit apo shkeljen e të drejtave në këtë rast komunitetit rom, diskriminimin para gjykimeve, shumicën e rasteve kemi pas fatkeqësisht në Kosovë edhe racizëm që ka ndodhur mbi këtë komunitet. Në çfarë forme është protestuar nga ana institucioneve se nuk qëndron, nuk është e vërtetë. Jeni të dashur na vendos një njoll të zezë si institucion. Mirë po fatmirësia e kësaj është që sidomos këto 4 vitet të fundit institucionet si lokale si qendrore e pranojnë që dukuria është prezente, edhe në çfarë forme janë të gatshëm për të bashku forcat edhe me aktorë të ndryshëm për ta luftuar apo parandolu këtë dukuri. Kjo është e mira e jonë në Kosovë, të cilën e kemi arrit. Mirë po, prapë duhet me vazhdu me punu, për arsye se programe ndoshta të shoqërisë civile të cilët realizohen me institucione, ndoshta kanë një periudhë të zbatimit. Mirë po në momentin kur institucionalizohet programi apo aktivitetet të ndryshme të cilët realizohen, atëherë me të vërtetë do ta kemi një qëndrueshmëri të realizimit të aktiviteteve, siç është për shembull që përmenda ligjëratat apo ora mësimore kur trajtohet historia, të trajtohet edhe historia e komuniteteve të tjera. Në këtë rast mund ta themi që arrim një institucionalizim të programeve tona, mirë po fatkeqësisht për momentin kurrikula arsimore nuk e ka këtë pjesë përfshine në kuadër. Kurrikula arsimore ka edhe mungesa të shumta, nuk do të po. Po mu po më intereson pak me ditën spektrin më praktik të një zem shembull, një qytetar mesatar rom në raport me shoqërinë në Kosovë. Si qëndron në këtë rast baza e diskriminimit? A është më e zbutur nga ajo që kemi njoftë para lufte, apo sigurisht që dyshoj që ka shumë për të përmirësuar, po në prizmin nga që ti merresh për ditë me këto punë si e gjykon? Por, bjes, në fakt institucionet, shumë vërtet. Në fakt, ndoshta çka duhet me fillu është drejt për së drejti nga individët, nga qytetari, nga familja, për ta ndryshuar. Aty lind gjithçka. Fatkeqësisht shumica e paragjykimeve, diskriminimet që fillojnë, duke filluar nga më të vegjëlit tanë që janë fëmijët, fillojnë fatkeqësisht nga familja. Këto po bazohen në studime të shumta të cilët janë realizuar. Fatkeqësisht familjet prind i mësojnë fëmijët me ato fjalë pejorative që janë ndaj këtij komuniteti, e pastaj ajo përcillet edhe në shkollë, në anën e shkollës mësimdhënësit nuk tentojnë ndoshta t'i thyjnë këto paragjykime, pastaj përcillet deri te shkolla e mesme, tek universiteti, e pastaj kur vjen momenti për të ofruar atë shërbim, shembull shëndetësisë apo që të jetë mësimdhënës, në fakt ai nuk ka punuar me paragjykimet e veta dhe ata veç ashka janë ardhur tu ju forcua edhe tu ju bë me këqija, siç për shembull fatkeqësisht na duhet më përmend edhe pse është ditë feste. Mirë po gjithmonë duhemi me pas në vëmendjen tonë në rastin e Voglushit, Kujtim Veseli nga komuna e Fushë Kosovës që fatkeqësisht nuk ka arrit me marrë trajtimin e duhur për institucioneve, për gjitha hallkave të institucioneve, duke filluar nga qendra për punë sociale, nga policia, nga drejtësia, nga tras.
edhe është ardhur deri tek momenti kur është gjetë i mbytur, do të thonë Kujtim Veseli. Fatmirësisht ndoshta ky rast ka ra që pastaj institucioni më fillu me pranu që ky fenomen është prezant në shoqërinë tonë dhe duhemi me qenë vigjilant në luftimin e kësaj. Emra nashta po kjo është e vërtet. Gjithçka që po flasim është e vërtet, po që bullizmi nëse mund ta shohim si veti e keqe, është prezant të gjithë fëmijët, pavarësisht racës, moshës, gjinisë, është rrit pak se për shembull në gjeneratat tona nuk ka pas si lloj bullizmi. Për shembull unë po shoh që ka bullizëm në gjithçka. Ka bullizëm pavarësisht a është rom apo është komunitet tjetër, bullizmi ekziston. Domethënë na ndoshta si shoqëni duhem rreth parë me luftu bullizmin si fenomen. Në përgjithësi, e mandej duke hek bullizimin në të përgjithshmen, mandej mund të flasim edhe për përvetëshmen, edhe mund të hekim edhe po besoj që jemi në rrugë të mirë, apo? Shumë e vërtet. Në fakt bullizmi është elementi i parë të cilën ne mundemi me parandalu. Mirë, po në të gjitha sferat. Në të gjitha sferat, po, në të gjitha sferat. Për arsye se ka edhe çështje të tjera, jo vetëm etnike, për shembull diskriminim etnik, por ka edhe gjinor, ka edhe në bazë të aftësisë kufizune, në bazë të ngjyrës, edhe sportiv, në bazë prejardhjes. Edhe sportiv, për shembull, atë se ti s'dil me lujt, largohu ti atje, si më thonë. Ose ti i troshti nuk je për futboll. Ashtu, ka shumë gjëra. Është edhe xhelozia prezente në mes, për shembull, po unë po besoj që duhet gjithë së bashku, nëse flasim për familjet, duhet të gjithë së bashku, pavarësisht komunitetit, ta ndërtojmë këtë lloj harmonie. E vërtet, shumë vërtet. Jo rastisht e përmenda familjen, për arsye se kontakti i parë normal derisa shkon në shkollë ai ka me urrit me një gjër familjar që mundet me ndiku në këtë çështje. Mirë, po prap diskriminimi është faza pak më e ashpër që është para racizmit, që është ndoshta më e egër që nuk do të kisha dashur me pas më raste të tilla, sidomos në Kosovë. Mirë, po duhemi pajtona plotësisht, duhemi me punu me fillimisht me bullizmin, që mos të kalojmë në diskriminim me paragjykimet tona. Është shumë e drejtë me pas paragjykime, secili prej neve kemi paragjykime, mirë po me punu me paragjykimet tona në mënyrë që mos me kalu tek faza më e ashpër që është diskriminimi dhe racizmi, që fatkeqësisht nëse nuk punojnë me paragjykimet tona, ato vetëm kanë me fillu me qenë shumë më të prezente në tek ne secili individ. Po emra dimje që është simboli është qielli toka dhe rrota e cila tregon historinë. Qielli blu, toka kaft, gjelbërt, jeshile dhe kjo është rrota, është si e kuqe, apo? E kemi këtu edhe logon, domethënë e cila simbolizon qiellin, tokën dhe rrugtimin. Kur flasim për rrugtimin, çka nënkupton rrugtimi? Po, të marrë parasysh që komuniteti rom gjendet jo vetëm në Kosovë, mirë po gjendet globalisht, në cilin vend të botës nëse shkon, edhe në vendin më të largë të botës, keme vrejt, keme taku pjesëtar të komunitetit rom. A janë gjithë vetëdijshëm që i përkasin komunitetit? Ka, fatmirësisht. Apo ka komunitete që nuk janë vetëdijshëm? Ka ende edhe qëndron edhe kjo, domethënë emancipimin në çfarë forme i tyre për ta humbur ndoshta identitetin, ndoshta nuk është aq rrezik, mirë po është prezente, duhemi me pa, për arsye se kemi shumë familjet rome për shembull që e kanë humbur vlerën e gjuhës, në këtë rast për arsye se komuniteti rom e ka gjuhën e vet amtare që është gjuha rome, edhe shumë prej familjeve në çfarë forme duke mos e trajtu, duke mos e përdor gjuhën, fillojnë edhe me humb këtë vlerë të trashëgimisë apo të historisë. Mirë po tek deklarimi, fatmirësisht tek komuniteti rom nuk qëndron ky problemi i humbjes së identitetit, fatmirësisht pranohet edhe për komunitetet rom, mirë po edhe në publik, që ndoshta në situatën kur më pyeti edhe se si qëndron dallimi, si cilat janë sukseset ndoshta të këtij komuniteti, me të vërtetë ndoshta në kohën para luftës, pas luftës, do shta ka qenë ai problematika për me u deklaru si komunitet rom, për arsye të paragjykimeve që shumica e qytetarëve apo popujt i kishin mbi komunitetin rom. Mirë po tash shumë mirë, shumë lehtë, shumë publikisht deklarohemi, e kemi këtë drejtën e deklarimit, të drejtën e kërkimit edhe të promovimit të gjuhës, që është një prej vlerave shumë të rëndësishme të këtij komuniteti në media, në institucione, e kështu me radhë, dhe me të vërtetë jam shumë
kemi ndërruar. Unë prapë po kthej në komunën tonë të Gjakovës para se këtu është aktivizmi jon, këtu është veprimtaria jonë, më të vërtet ndihem shumë i lumtur, shumë krenar, ku pikërisht në mëngjesin e hershëm të 8 prillit e shoh flamurin rom duke u valvitur në objektin e komunës. Me të vërtet kjo është një mbështetje shumë e fuqishme që i jepet komunitetit rom, jo vetëm nga institucionet vendimare, mirë po edhe nga të gjitha institucionet tjera, duke mos e nashkaluar edhe media. Po emra e kemi edhe hymnin Gelem i cili flet për Gelem i cili flet për Holokaustin, me sa di unë, edhe vujtjet e komunitetit rom në nga nazistët gjerman. Po na dim që kjo ekzistenca e komunitetit rom është përpara Holokaustit. Cili ka qenë hymni i mahershëm përpara kësaj? Prej vitit 1971 nuk ka pas hymn tjetër përveç këtij. Nuk ka pas. Gelem dhe nuk e përfshin vetëm Holokaustin, mirë po e përfshin edhe të gjitha keqtrajtimet që i kanë ndodhur këtij komuniteti, vujtjet, mirë po edhe arritjet, mirë po me që hymni brendësinë e saj ka edhe mesazhe motivuese, inkurajuese për komunitetin rom, edhe përkundër vuajtjeve, shkeljeve shumëta që janë gjithë botën. Prapë komuniteti rom duhet ta merr motivin për t'i përballu këto dhe për t'i luftu këto. Edhe me të vërtet hymni jo vetëm se është si një hymn që na dedikohet komunitetit, mirë po është edhe një lloj melodia inspiruese për neve për ta mos pranuar çfarëdo lloj shkelje që na bëhet në përditshmërinë tonë. Mirë po gjithmonë duhemi me pas një dritë në fund të tunelit që na inspiron edhe që na motivon neve për me punu në shoqërinë tonë. Besoj që çdo shqiptar e ka dëgjuar patjetër himnin. Është e pamundur. Po shumë pak besoj që e di në kuptimin shqip, kështu që nëse ma lejoni një 30 sekondë që e kisha lexuar një version për kthyer. Që i bën kamecur apo gjallëm kamecur gjatë rrugëve të gjata. Kam takuar njerëz të lumtur rom. Njerëz të lumtur rom nga gjithë bota, ku janë varët tanë të moshëm. E jani me mua rom nga gjithë bota, për një botë të re ku romët do t'jetojnë. E jani me mua rom nga gjithë bota për një botë të re ku romët jetojnë. Kam njohur dhimbjen, madje shumë të madhe. Nazistët vranë motrën dhe vllajin tim. Rom të dashur, ngrituni tani, ne do të marshojmë krenar përpara. Kjo është domethënë pak a shumë nuk e di tash kuptimi i fjalëve, nuk e di sa është përktimi adekuat në spektrin artistik, po e vrejmë që edhe përkundër tregimit të vuajtjeve, shkeljeve, prapë është ai motivi që janë të bashkohemi edhe ta luftojmë, ta promovojmë të mirën, ta luftojmë të keqen, parasysh se ne për të biseduar gjithmonë për të keqen, normalisht nuk kena më pas mundësi me promovuar të mirën. Me ofru pak frymëzim për. Edhe kjo është gjithmonë që un kam kërkuar prej bashkëpunëtorëve të mi medial, prej kolegëve të mi gazetar, që të paktën në ditën e këtij komuniteti të promovohet ana pozitive e këtij komuniteti dhe të anashkalohen ndoshta ato dukurit, nuk du me i mohu që nuk qëndrojnë, mirë po të paktën në ditët e këtij komuniteti të promovohet vlera pozitive që e ka ky komunitet. Sigurisht. Me që jemi këtu kemi një shok, Kafun Bajram Kenullin, i cili është djalë Gjakove, i që i përket komunitetit rom dhe sot ka një super karrierë jo vetëm në Ballkan, po në gjithë Evropën, me një super performancë. Shumë kong për tyne i përkasin pikërisht komunitetit rom, është një le të themi ambasadori i muzikës rome. Qa kemi personalitetet tjerë që kanë dalë nga Gjakova prej komunitetit rom? Në fakt për Gjakovës kemi shumë pak, e kemi vetëm nga sfera sportit, për shembull ne kemi rom që kanë përfaqësu klubet futbollistike të komunës Gjakovës, që kanë luajtur për klubet, për shembull KF Gjakova, që babi im ka qenë lojtar i këtij klubi, që nuk e ka pa vetëm që ka qenë në rom, mirë po ka përfaqësu komunën. Tash jam të mundu me u frymëzu prej rrugtimit babit, me vazhdu rrugtimin une, mirë po fatkeqësia është se Gjakova ndoshta nuk ka fatkeqësisht shumë personalitete të cilët i kanë jo. Për portier ki stili. Unë për sport nuk jam hiç e di. Ky për muzikë. Andrea Bocelli unë i tham ti. Lema vlla profesorin e gazetar. Lema vlla gazetar. Për ndryshe i folëm edhe aktivitetet që veç janë ekspozitën e tregum. Sot do të jetë hapur se veç
Ekspozita do të qëndroj një ditë të hapën gjatë ditës sot, për arsye se do të lëviz, do të shkoj edhe në komunën e Istogut. Edhe jemi mundu që për gjatë javës me lëviz ekspozitën në komunat ku në fakt është shpreh gatishmëri mbështetjes institucionale për ta ekspozuar ekspozitën. Komuna e Gjakovës do ta ketë nderin me pas hapje në ekspozitës sot në orën 13 në fuajen e Pallatit Kulturës Asim Vokshej, ku pastaj do të vazhdoj gjatë javës edhe në komuna tjera ku kemi pas mundësi të veprojmë si organizatë. Kush janë artistët e veprave që do të ekspozohen sot? Ekspozita në fakt në brendësinë e saj nuk ka ndonjë autor që i ka realizuar ato vepra, mirë po janë aktivitetet të 10 viteve të javës Rome, të cilët ne i kemi realizuar. Prapë kanë nga një autor, se dikush e ka bua ato. Ka shumë autor. Ka mujtë edhe të shkrep një fotografi të një aktiviteti, Albiesi një tjetër edhe. Po, janë shumë autorë, në fakt ndoshta çka vlen me përmend është që brendësinë e ekspozitës ka dhe fotografi të cilët janë realizuar dhe nga fotograf profesionist, ka qenë një italian që ka qenë në komunën e Gjakovës, ka shkrep disa prej fotografive, edhe ne i kemi shfrytzuar ato normal me drejtën autoriale për t'i ekspozuar për gjatë ekspozitës, që do të jenë sot edhe në kuadër të fuajes. Mirë po që janë ekspozuar edhe në të kaluarën. Domethënë kjo në çfarë formë është një rikapitolim i gjithë 10 viteve të aktivizmit tonë në komunën e Gjakovës, se ne kemi realizuar aktivitete të ndryshme me qëllim të promovimit të historisë, kulturës dhe traditës të këtij komuniteti. Altina Kusori për të përshëndet. Faleminderit Tha shumë. përshëndet e emrin. Tha thuj je shumë djalë i mirë. Faleminderit shumë. Edhe tha thuj të kam simpati. Faleminderit. Altina njemi shumë vite, kështu që Fatësia është na gjithë si Gjakov jemi shumë të vogël, edhe është e pamundur mos më njoft në një tjetrin. Edhe me të vërtetë u ndina shumë. Është domos kur janë të halet si Altina. Që dhe ka i rovë, sorry, kësë të rathi, hin të rathi drejt. Mësove veç i fjallë tretja. Po, rathi. Emra, falenderojmë shumë që ishe me neve. Nëse ki diçka për fund. Një mesazh për fund. Ne kemi një mesazh për gjithë qytetarët e Kosovës. Po, për të gjithë. Pa dallim. Ne kemi një mesazh të cilën vazhdimisht për gjatë javës e përcjellim, mirë po jo vetëm gjatë javës, ku kërkojmë unitet me moton së bashku kundër diskriminimit, së bashku në promovimin e diverzitetit, për arsye se ne të vetëm nuk mund ta promovojmë dhe as ta luftojmë këtë dukuri. Mirë po në momentin kur të bashkohen forcat, siç është ajo vepra apo thonja e famshme e Skënderbeut, kur të bashkohen thuprat, janë më të fuqishme, edhe kështu duhemi me qenë të bashkuar secili në digasterin tonë, ato të cilën e përfaqësojmë institucional, medial, shoqëri civile, mësimdhënës e kështu me radhë, edhe të bashkohemi bashkë, ta fuqizojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin në këtë kahus tonë të përbashkët.